Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Publikohen video të atentatit ndaj Gilmando Danit e Muçit Sheqerit, vrasësi zbrit nga makina dhe hap zjarr, grupi kriminal u ndihmua nga një informator. Kryeministri Rama i bën apel gjykatës kushtetuese Erion Veliaj duhet të lirohet nga burgu, të jepet mundësia të ushtrojë detyrën e kryetarit të bashkisë. Nesër zhvillohet në Rom mbledhja e përbashkët e qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Kryeministët Rama e Meloni do të firmosin disa marrëveshje. Edicioni 28 i Panairit të Librit hap dyert në Tiranë, 10 shtëpi botuese prezantojnë titujt, Living vjen me oferta për lexuesit e të gjitha moshave. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Kamrat e sigurisë kanë fiksuar të gjithë dinamikën e atentatit në Rina. Sigurohen pamjet ku shihen atentatorët që zbresin të katërt nga makina. Pasi hapin zjarr me breshëri drejt makinës ku ndodhej Gilmando Dani dhe shoqëruesi i tij Muçi Sheqeri, ata afrohen dhe qellojnë sërish. Dyshohet se autorët kanë pasur brenda aeroportit informator që kanë ndjekur çdo lëvizje të shënjestrës. Ky është momenti kur atentatorët zbresin nga makina Toyota dhe qellojnë me breshëri ndaj mjetit ku ndodhet Gilmando Dani dhe shoqëruesi i tij, Muçi Sheqeri. Vrasësit hapin zjarr sapo mjeti futet në rrethrotulim dhe në momentin që ndalon afrohen e njëri prej tyre qellon sërish për të siguruar që shënjestra është eliminuar. Më pas, autorët e atentatit largohen me shpejtësi, po me makinën Toyota, targat e të cilës ishin vjedhur në Greqi. Burimet bëjnë me dije se autorët e kanë pritur shënjestrën për disa minuta në rrethrotullimin e Rinasit. Dani dhe Sheqeri sapo kishin britur nga Barcelona në Tiranë dhe pasi dolën nga aeroporti, morën mjetin që ishte parkuar aty pranë për të nisur drejt Tiranës. Ka dyshime se autorët kanë patur informator që ka raportuar çdo lëvizje. Policia ka kthyer kamerat e bizneseve dhe të aeroportit, si dhe ka listuar disa persona apo episode që po verifikohen nëse kanë lidhje me ngjarjen. Gjithashtu po hetohen edhe mjetet dhe qytetarët që janë vënë re duke kaluar disa herë te porta dalse e aeroportit, sidomos në momentet përpara se Dani e Sheqeri të shfaqeshin me makinën e tyre. Dyshohet se atentatorët kanë patur informator që në Spanjë, për shkak se avioni është vonuar me disa orë. Fluturimi ishte në orët e para të mëngjesit, por më pas udhëtimi ishte shtyrë për në drek. Makina Toyota ka pritur e ndaluar 10 minuta në rrethrotullim. E gjithë zona në momentin e ardhjes së makinës nga Nikla deri në Rinas e më pas në largim në të njëjtin drejtim ka qenë pa energji elektrike, çka ka ngritur dyshime të forta pasi nga mungesa e energjisë asnjë nga kamerat nuk ka fiksuar lëvizjet e mjetit. Në makinën Toyota me targa greke ndodheshin 4 persona, 3 prej të cilëve qitës dhe shoferi. Targat rezultojnë të vjedhura në Greqi një vit më parë, ndërsa makina nuk është verifikuar ende nëse është e vjedhur ose jo, pasi është djegur plotësisht dhe është dëmtuar numri i shasisë. Brenda mjetit janë gjetur 3 kalashnikov dhe një pistolet. Të gjitha armët besohet se janë përdorur në atentat, kjo bazuar në pamjet filmike dhe në gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes. Ndërkohë, burime nga spitali traumës bëjnë me dije se i plagosuri Muçi Sheqeri vijon të ndodhet i intubuar në repartin e reanimacionit në gjendje kritike. 40 vjeçari mori 10 plumba në trup, 2 prej të cilëve në kokë. Pista kryesore mbetet përplasja mes grupeve kriminale. Gilmando Dani është emër i njohur i botës së krimit, i konsideruar si krahu i djathtë i Emiliano Shullazit. Ai ishte liruar një vit më parë nga burgu ku vuajti dënimin me 12 vjet për gjobdhënie si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Shullazi. Nga ana tjetër, Muçi Sheqeri rezulton se në shtator është punësuar pranë agjencisë mbikëqyrjes policore, në kohën që drejtohej nga Artiol Saliasi. Ky institucion ka bërë me dije këtë të mërkurë se janë ndaluar 2 punonjës, të cilët kishin ndihmuar të plagosurin në atentatin e Rinasit të bëhej pjesë e agjencisë. Bruno Cara, specialist për hetimin e krimeve dhe Ashim Zaimi, specialist për policimin e komunitet në Komisariatin nr. 3 të Tiranës, akuzohen për falsifikimin e vulave dhe të stampave. Ata dyshohet se kanë falsifikuar raportin e besueshmërisë, çka i ka dhënë mundësinë Muçi Sheqerit të rekrutohet nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Po ashtu drejtori i përgjithshëm i agjencisë Eduard Merkaj ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Në 17 nëntor, Shqipëria do të hapë negociatat për grup kapitullin e fundit në procesin anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Konferenca e 7 ndërqeveritare do të zhvillohet në Bruksel dhe do të shënojë hapjen e negociatave për grup kapitullin 5 që përfshin sektorin e bujqësisë, peshkimi dhe sigurinë ushqimore. Në arkun kohor të një viti, Shqipëria ka përfunduar të gjithë procesin e hapjes së 35 kapitujve që janë të nevojshme për anëtarësimin në BE. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama komentoi konferencën ndërqeveritare, duke theksuar se Shqipëria vendosi rekord në procesin e integrimit. Shqipëria arriti të pamendueshme të gjithë kapitujt e negociatave të hapura brenda 12 muajsh, rekord absolut në procesin e integrimit evropian. Asgjë nuk na ndal dot drejt majës së Shqipërisë 2030 në BE, shkroi kryeministri Edi Rama. Ndërkaq para ditës shefi i qeverisë zhvilloi një takim me të gjithë ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Takimi kishte në fokus progres raportin që Komisioni Evropian publikoi për Shqipërinë javën e kaluar. Kryeministri Edi Rama përsëriti këtë të mërkurë thirrjen drejtuar kushtetueses për lirimin e Veliajt. Ai tha se gjykata e cila anuloi shkarkimin e kryebashkiakut duhet jap tani mundësinë atij të ushtrojë detyrën dhe të shërbejë qytetarëve të Tiranës. Pas shfuqizimit të vendimit për shkarkimin e Erion Veliajt, kryeministri Edi Rama tha se gjykata kushtetuese duhet i qëndrojë deri në fund verdiktit dhe të rikthejë edhe lirin kryebashkiakut që të ushtrojë detyrën e tij. Tani duhet zgjedhin, sepse kanë thënë që kryetari i bashkisë është në pamundësi ta ushtrojë detyrën, por nuk mund të bëhen zgjedhje sepse ai është kryetar bashkie. Okej, jepini mundësinë ta ushtrojë detyrën, bukur. Kur të vi atje që të kërkojë të lirohet, që të vazhdojë detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese të rri besnike vetes vet dhe të japë mundësinë të vazhdojë detyrën. Për shkak të situatës ku ndodhet sot Bashkia e Tiranës, dëgjesat për projekt buxhetin e vitit 2026 po bëhen nga kryeministri Rama, i shoqëruar edhe nga nënkryetarët e bashkisë. Nga njësia 5 në kryeqytet, Rama përsëriti se nga janari do të ketë rritje të përmuajshme të pensioneve. Brenda mandatit nuk do të thotë që prisni 4 vjet dhe pastaj në fund do gjejmë mënyrën të themi shiko se bëm dot. Jo, është një shumë e cila do të rritet në mënyrë progresive vit pas viti. Janar për janar për janar për janar, dhe çfarë do të merrni në janar të 2026-s, do të dyfishohet në janarin e 2027-s, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s, edhe do të pesëfishohet në janarin e 2030-s. Në buxhet shtoi Rama është parashikuar edhe rritja e pagës minimale, ndërsa ftoi punonjësit të denoncojnë punëdhënësit që abuzojnë në këtë drejtim. Tani këtu ka vetëm një zgjidhje. O denoncoje, o përtype, sepse nuk mundet dot shteti të gjymoj nga mbrapa të gjithë punëdhënësit e Shqipërisë dhe të gjej se kush bën nga hile të tilla, nëse punojësi nuk e denoncon këtë gjë. Ku? Tek tatimet. Ku? Tek Ministri i Financave. Ku? Tek deputeti i zonës. Kryeministri Rama u ndal edhe te shtimi i rasteve me kancer, duke deklaruar se në buxhet është përcaktuar një fond i veçantë për të mbuluar barnat për njerëzit që vuajnë nga kjo sëmundje. Me faktin që Qeveria shqiptare dhe ajo italiane do të zhvillojnë nesër një mbledhje të përbashkët në Rom. Kryeministrat Rama dhe Meloni pritet të firmosin disa marrëveshje bashkëpunimi në fushën e sigurisë, migracionit, energjisë dhe shërbimeve tregtare. Mbledhja e parë mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane do të zhvillohet ditën e njëjtë. Kryeministri Edi Rama, së bashku me 10 ministra, udhëtojnë këtë të mërkurë në Rom, ku një ditë më pas do të zhvillohet takimi, e ku do të nënshkruen një sër marrëveshjesh bashkëpunimi. Kjo vizitë e nivelit të lartë nis rreth orës 11:40 me një takim mes kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama dhe homologes së tij Giorgia Meloni. Më pas në orën 12:30 do të zhvillohet mbledhja e përbashkët e dy qeverive për t'u pasuar me nënshkrimin e marrëveshjeve në orën 14 në fusha si mbrojtja, siguria, energjia, migracioni, mbrojtja civile, shëndetësia, mjedisi, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor.
Në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji dhe infrastruktura detare do të vendoset në Shqipëri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Nga ana tjetër, në sektorin e energjisë, po punohet për zgjerimin e bashkëpunimit bazuar në marrëveshjen trepalçe midis Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë, të nënshkruar në Abu Dhabi më 15 janar 2025, e cila parashikon prodhimin e energjisë rinovueshme në Shqipëri dhe një lidhje nëndetse për energjinë rinovueshme që lidh dy vendet fqinje. Pritet gjithashtu që të krijohet një grup i përbashkët pune për të thelluar bashkëpunimin në luftën kundër emigracionit të parregullt dhe për të forcuar aftësitë e patrullimit detar të Shqipërisë. Sali Berisha bëri përgjegjës qeverinë për ngjarjen në Rinas ku vra Gilman Dodani, personazh i njohur i botës së krimit dhe u plagos agentin mbikëqyrjes policore. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, njoftoi se të hënën opozita do të nisë protestat përpara kryeministrisë. Një ditë pas atentatit ku mbeti i vrarë Gilman Dodani, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë si përgjegjëse për ngjarjen në rënd që ndodhi pranë aeroportit të Rinasit. Për të mbështetur këtë akuzë, Berisha vuri në dukje se zona ku ndodhi atentati është një prej zonave e cila në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur. Ata u ekzekutuar në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë, sepse aty është vendi i shtetit, vendi i qeverisë. Berisha pretendon se Gilman Dodani dhe personi i cili mbeti i plagosur në këtë atentat, agenti mbikëqyrjes policore Muçi Shaliani, kanë pasur lidhje me ministra dhe ish-ministrat kabinetit Rama. Ky që u plagos ka bërë fushatën e 11 maj, e ka fjalën për Muçi Shalianin apo Sheqerin, e ka me 11 maj fushatën e Ervin Hoxhës, ministër i brendshëm. Gilmando ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Kryetari i Partisë Demokratike kërkoi edhe dorëheqjen e ministres së brendshme Albana Koçiu pas kësaj ngjarje të rëndë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore. Ndërkaq Berisha lajmëroi se ditën e hënë opozita do të nisë foltoren para godinës së kryeministrisë. Gilman Dodanit. Mbrojtja do të ketë buxhetin më të madh që nga antarësimi në NATO. Këtë bëri të ditur ministri Piero Vëngu gjatë diskutimeve për buxhetin. Ai hodhi poshtë pretendimet e liderit të opozitës Sali Berisha, sipas të cilit kryeministri ka kërkuar dorëheqjen. Projekt buxheti më i rëndësishëm që në momentin kur Shqipëria u antarësua në NATO. Kjo ka qenë deklarata ministrit të mbrojtjes Piero Vëngu përpara gazetarëve, pas diskutimeve në komision për ndarjen e tortës së investimeve për vitin 2026. Vëngu u ndal tek pjesa më e rëndësishme e buxhetit, që është pikërisht prodhimi i armëve që pritet të realizohet gjatë vitit tjetër, duke nisur nga mjetet e blinduara dhe deri tek sistemet antidron. Projekt buxheti synon që të financojë prodhimin e municioneve, prodhimin e uniformave, prodhimin e mjeteve të blinduara, një kapacitet kaq i nevojshëm prej dekadash, i cili nuk ishte në disponim nga forcat armatosura prej shumë kohësh, mjetet e emergjencave civile, dronët luftarak dhe sistemet antidron, siç e dini, sistemet antidron shumë të nevojshme, sidomos për infrastrukturat kritike në mbar Evropën, besoj keni ndjekur vazhdimisht kërcënimet të kësaj natyre në shumë aeroporte të kontinentit ton. I pyetur për deklaratën e Sali Berishës, i cili tha se Rama i ka kërkuar dorëheqjen, Vëngu përgjigj. Nuk më shokojnë as pak delire të kësaj natyre, jam i ambientuar me rrëfime të tilla, të cilat janë i marrë më shumë si kërcënime të zotit Berisha, i cili nuk ka frikë nga ushtrimi i pozitës drejtuesit të opozitës shqiptare për të ushtruar kërcënime, trysni nga më të ndryshmet, sidomos për dikastere siç janë dikastere të natyrës sigurisë kombëtare, siç është Ministria e Mbrojtjes, nuk janë fare të vërteta këto gjëra. Prodhimi i armatimeve të rënda dhe atyre të lehta Made in Albania pritën të nisin nga kompania shtetërore Kajo.
Kushtetuesja ka rëzuar padinë e Naurida Lagami dhe tani nuk ka asnjë pengesë që presidenti Bajram Begaj të organizojë ceremoninë e betimit për Asim Vokshin, antar i ri të gjykatës kushtetuese. Gjyqtarët nuk u legjitimuan Naurida Lagamin për të vënë në lëvizje kushtetuese, duke i dhënë fund debatit për antarësimin e ri të kësaj gjykate. Në datën 30 shtator, gjykata e lartë zgjodhi si antare të kushtetueses gjyqtarin Asim Vokshi, por kandidatja për këtë post, Naurida Lagami, kërkoi shfuqizimin e vendimit të gjykatës së lartë, fillimisht në gjykatën administrative dhe më pas në kushtetuese. Kjo e fundit rrëzoi ankimimin e Naurida Lagami duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së lartë. Vokshi do të zërë vendin e Holta Zaçaj, të cilës i përfundon mandatin në muajin mars. Shqipëria duhet të bëjë më shumë për zhvillimin e skemës private të pensioneve. Ky është sugjerimi i Autoritetit Evropian të Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale. Drejtuese e këtij institucioni theksoi edhe domosdoshmërinë e analizës së riskut lidhur me fatkeqësitë natyrore. Me një ritëm pozitiv, por duke theksuar nevojën për shpejtësi pasi koha është e shkurtër. Ky ishte mesazhi që dha kreu i Autoritetit Evropian të Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale Petra Heckelman gjatë vizitës së saj në Tiranë për tregun e sigurimeve në Shqipëri. Ajo nënvizoi rëndësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve shqiptar për të siguruar pronat e tyre dhe për të investuar në fondet e pensionit privat. Pyetja është se si Shqipëria do të zhvillojë tregun e saj të sigurimeve, por Shqipëria nuk ndryshon shumë nga vendet e tjera anëtare në këtë aspekt. Shumë vende të BE-s, për shembull, dominojnë tregun e sigurimeve motorike. Ajo që duhet bërë është të punojmë së bashku për të menduar si të ndihmojmë qytetarët të investojnë në fondet e pensionit privat, si dhe si të mbrojnë pronat e tyre. E njëjta gjë vlen për fermerët dhe investimet e tyre. Kjo padyshim është një sfidë që duhet adresuar dhe Shqipëria nuk është e vetme. Edhe shumë vende të BE-s përballen me të njëjtën sfidë. Zonja Heckelman sugjeroi gjithashtu dhe ngritjen e analizave specifike në Shqipëri për të kuptuar se sa rrezikohet vendi nga tërmetet, përmbytjet dhe katastrofat e tjera natyrore. Gjithçka fillon me informimin. Gjëja e parë që duhet bërë është identifikimi i të dhënave, të cilat pastaj përdoren për analizimin e riskut. Për shembull, çfarë përfitimesh do të kem nëse investoj në pensionin privat, sa kohë do të duhet për të nxjerrë investimin, dhe njëjta gjë vlen për fatkeqësitë natyrore. Ne si institucion kemi një databazë ku analizojmë rrezikun për qytetarët ndaj përmbytjeve dhe tërmeteve, dhe më pas informojmë qytetarët që të përgatiten dhe të kryejnë sigurimet e nevojshme. Sipas të dhënave, edhe pse numri i individëve në Shqipëri që investojnë në fondet e pensionit privat ose në sigurimin e pronës kundër tërmeteve dhe përmbytjeve është në rritje, në raport me vendet e rajonit Shqipëria performon më dobët. Panajiri i librit hapi dyert për të pritur lexuesit ku dhjetra shtëpi botuese prezantojnë tituj të rinj. Living vjen edhe në këtë edicion me oferta për të gjithë lexuesit të gjitha moshave. Panajiri do të mbyllet të dielën kur do të ndahen çmimet për veprat më të mira. Prej 28 vitesh, Panajiri i librit fton të gjithë lexuesit të bëhen pjesë e tij, autor, shkrimtar, botues, të gjithë së bashku me një qëllim të vetëm, afrimin e lexuesit me librin. Mbi 90 shtëpi dhe ente botuese kanë bërë gati me 10 botime të reja, prezantime të veprave të autorëve shqiptar dhe të huaj, duke kthyer këtë panajir në një festë të vërtetë të letërsisë. Në katin e dytë, as këtë vit nuk mungon stenda e botimeve Living, e cila sjell sërish një gamë të gjerë titujsh që përmbushin kërkesat dhe shihet artistike të çdo kujt. Kemi sjellë rreth 30 tituj të rinj, ndërta kemi përfshirë shumë letërsi klasike si vjet, autor shqiptar që është një risi për ne, e nisëm pak sa vjet, si vjet jemi me emra të rinj. Nuk kemi lënë pas dore dhe misterin, thrillerin, këto zhanret shumë të preferuara sidomos për rinin. Gjithashtu edhe tituj për fëmijë, pranë stendës tonë do t'i gjejnë edhe këto prindrit dhe fëmijët së bashku. Nxënësit e shkollave dhe të moshuarit ishin të parët që ju drejtuan panajirit, një pjesë të cilëve vijojnë të mbeten lexues besnik, e që nuk mungojnë në asnjë edicion të eventit më të madh dedikuar letërsisë. Unë jam shumë e lumtur kur bëhet panajiri, madje mendoj që duhet bëhen shumë shpesh evente mbi librin, edhe që të rinjt edhe ne tjerët zhvillojmë thamë shumë kulturën e të lexuarit. Se më duke që është shqetësi shpirtërore edhe mendore kur jem në kontakt me librin. Blej librat e bukur edhe sikur mos t'i lexoj shkurt. Janë pasuria më e madhe, më e bukur. Fatkeqësisht interneti
e ka shpërdoruar shumë se njerëzit kujtojnë se lexojnë në internet nuk gjen ato që duhen, ndoshta gjen ato që nuk të duhen. Çdo libër përcjell një mesazh të bukur, kështu që mendoj që gjithë bashkëpunëtarët mi, pavarësisht moshës, mund të jenë edhe të vegjël, mund të jetë të rritur, asnjëherë nuk është shumë vonë për të mësuar. Nga ana tjetër, organizatorët theksuan rëndësinë e promovimit të leximit në kohët moderne, e mbi të gjitha u ndalën në problematikat dhe vështirësitë që po hasin prej vitesh. Pa dashur se nuk është dita sot për të ankuar, po kemi probleme të mëdha të punës me librit, duke filluar nga pirateria, për cilat neve për shumë vitesh nuk na e përgjigje askush. Askush nuk merr përgjegjësinë dhe kjo situatë është e vështirë edhe në Shqipëri, por është edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni kemi raste. Dyert e pallatit të kongreseve do të jenë të hapura deri më datë 16 nëntor dhe përgjatë këtyre ditëve përveç uljeve nuk do të mungojnë as tryezat e diskutimeve e deri tek ndarja e çmimeve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.